kërkesa zërion të dëgjohet dhe kërkesa tona të merren në konsiderat. I bëj thirrje zotit Zhang që e shoh nga këtu që ka dhënë aty para dhe zotit Homping dhe shoqërisë Bankës Petroleum të marrë në konsiderat kërkesat tona. Ato janë kërkesat si unë do lexoj tani në vijim, por siç kanë qenë në çdo takim që ne kemi bërë aty. Nëse nuk na merrin në konsiderat, nuk do të heshtim zoti Homping dhe zoti Zhang. Do të jeni këtu edhe më shumë, edhe më të fuqishëm, edhe më të bashkuar. Pavarësisht intimidimit që keni bërë këtu sot punojësve. Kërkesa jonë është stop intimidimit të punojësve, stop presionit psikologjik që u bëni këtyre njerëzve për të heshtur dhe për të ndalur kërkesat e tyre. Të ndalet diskriminimi dhe pavarësia që bëni. Të ndalen diferencimet ekstreme të pagave zoti Homping. Kur ju merrni më shumë dhe dyfishin e të gjithë këtyre punojësve që janë këtu bashkë, sa marrin ta të gjithë bashkë zoti Homping, është gjysma e pagës tuaj më jone. Prandaj merrni në konsiderat pagat e ulta ato që keni kërkuar. Keni kërkuar që pagat e ulta të punojësve dhe atyre që kanë lidhësi më të madhe të merren në konsiderat zoti Homping. Këta punojës po lënë gjakun e tyre këtu në fush në temperatura 45 gradë, në këtë plur, në këtë erë mbytse, në këtë gaz që i helmon çdo ditë, çdo natë, në çdo punë. 24 orë zoti Homping. Ani nuk vinë me për t'ju, edhe për qëtë. Dhe unë për Gjemilin erda, nuk erda tu. Për Gjemilin erda,